Maqedonia po përballet sërish me një situatë shqetësuese sa i përket ndotjes së ajrit, ku shumë qytete ndodhen në gjendje alarmi për shkak të rritjes së ndjeshme të grimcave të dëmshme PM10 dhe PM2.5, të cilat kanë arritur nivele shumë të larta dhe të kalojnë kufinë e lejuar. Sipas matjeve të stacioneve monitoruese në disa zona urbane, ndotja ka kaluar disa herë normat e rekomanduara, duke kthyer ajrin në një rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Ditët e fundit, qytetarët kanë raportuar mjegull të dendur, erë të rëndë dhe vështirësi në frymëmarrje, ndërsa shumë prej tyre janë detyruar të kufizojnë ndaljet jashtë. Ekspertët paralajmërojnë se situata përkeçohet veçanërisht gjatë periudhës së dimrit, për shkak të përdorimit masiv të lëndëve djegëse për ngrohje, trafikut të dendur dhe kushteve atmosferike që pengojnë shpërndarjen e ndotjes. Megjithatë, kjo gjendje tashmë nuk konsiderohet vetëm sezonale, por një problem i vazhdueshëm dhe serioz mjedisor, thot profesor doktor Trajče Stafirov. Единствено решение ни е да ги намалиме изворите на загадувањето. Ги напоменам главните мерките кои што се познати, направени се огромен број на студии и за град Скопје и за многу други градови, генерално за Македонија. Мерките многу бавно, многу споро се реализираат, некои се одложуваат и 20 години, како што се, например, регионалните станици за комунален отпаден отпад, чија стратегија е изготвена 2006 година, усвоена и немаме една од тие регионални станици изградени. Така што не е дека не знаеме како, не е дека не можеме, очигледно е дека напорите треба да бидат интензивирани. Përkundër paralajmërimeve të vazhdueshme, qytetarët kërkojnë masa konkrete dhe më efikase nga institucionet për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Situata aktuale po rikthen në fokus urgjencën për politikat e qëndrueshme mjedisore dhe ndërgjegjësim të madh shoqëror. Локалната самоуправа и понатаму да ги субвенционира граѓаните со купување на климатски инвертери и на печки на пелети. Исто така, општината треба да ги зајакне инспекцијските контроли на терен, за да се спречи, намали и казнуваат тие што горат стари гуми, прегорено моторно масло и пластика. Секако и некои други материјали кои произведуваат високо загадување со канцерогени честички. Државата би ја посоветувал да се потруди да гасифицира рек Осломеј, пошто истата има можност да го грее целиот град Кичево со воведување на систем на централно грејење, на парно грејење на građanite i instituciite во gradot Kiçevo. Kjo situatë është veçanërisht alarmante për fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe personat me smundje kronike, të frymarrjes dhe zemrës. Andaj, Ministria e Mjedisit Qetësor 2 ditë më parë vendosi masa restriktive për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve për gratë, të moshuarit, personat me smundje kronike dhe fëmijët që të kufizojnë lëvizjet dhe të shkurtohet orari i punës, ndërsa inspektorati të dalë në teren për të kontrolluar lejet A dhe B të industrive vendase.